Sado që Bregdeti i Divjakës nuk është turistik, për këto arsye që thash që është larguar, edhe mushkonja ekziston, nuk zhduket, edhe Bregdeti uji është larguar, është mathur Bregdeti, megjithatë preferohet shumë nga shqiptarët nga gjithë Shqipëria. Për shembull vinë Korçar, Tiranës, Durrësak, Durrësi atje ka plazhin, po vinë këtu, Shkodran, vinë këtu nga gjithë Shqipëria, Berati e tjerë, vinë këtu sepse ka hapësirë dhe e kanë vend ku të rinë. Jo si Durrës që vuajnë, për shembull, sipas mendimit të tij që s'ka ku të qëndroj, s'ka ku të ulet, s'ka ku të veri çadrën e vet, ndërsa këtu ka hapësirë. Kjo është e favorshme dhe preferohet Divjaka. Nga kjo është pozitive dhe kjo na ngrohtë. Por fakti është që kushtet shtetërore nuk janë vendose, nuk kanë ekzistuar kushtet për përmirësimin e gjendjes e tjera. Kjo mungon. Edhe është vështirë që të veri dorë shteti, se si mund të veri dorë, si mund të bëjë një planimetri, mund të rregullohet. Nuk është ashtu. Hapësira e rërës nuk është punuar, sa vite ka? Ajo është punohet, pastrohet. Edhe vjetë është punuar dhe par vjetë, dhe si vjetë do punohet, e në kjo se s'është punuar se s'kam dalë. Por e vërteta është kjo që pastrohet rëra, punohet rëra, kjo është e vërtet. Por kur nuk ka Bregdetë, kur nuk ka ujë, kjo është e vështirë. Ajo të rregullohet një tartme, sido që tjetë, shteti duhet veri dorë. Unë parashikoj shumë lart këtë vit sezon turistik, sepse e shoh që ka filluar shumë herët, ne sapo e kemi çelur, por unë e shoh që ka filluar shumë herët, nuk ka bërë vaki që të fillonte sezoni ose kjo dyndje turistëve që shumë shpejt. Ne pothuajse nuk kemi pushuar, Divjaka të ofron shumë gamë gjerë turistësh, dimër, behar, duke filluar nga laguna, nga ambienti kaq natyrshëm sa që kemi ne, sa shpirti gjengjetësin. Atëherë, ne ofrojmë një gamë gjerë duke filluar nga shërbimet, nga hoteleritë dhe nga turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është shumë lart, unë e shoh Divjakën më lart nga çdo gjë, duke filluar nga gjërat bio, duke pasur lagunën që na ka fal Zoti, na ka fal natyra kaq mirë, edhe e shoh që ne plotësohemi me lagunën deri diku, por ne jemi të 90% që jemi me gjërat bio. Divjaka të ofron ushqim që nuk ta ofron asnjë lloj turizmi bregdetar tjetër. Me çmime? Atëherë, Divjaka është shumë herë më lart nga çmimet. Është, si ta them unë, nën kosto. Ne i kemi çmime shumë të lira, edhe pse me një vujtje shumë madhe për të gjetur produktin bazë, siç është peshku, ngjalla, duke filluar nga këto, por në Divjaka është shumë lirë, mund të konsumosh një drek pa e vrarë fare buxhetin në xhepit. Ne jemi shumë kënaqur, na ka fal Zoti këtë natyrë, edhe po mundohemi të gjithë si bizneset ta mbajmë, edhe Zoti na prodhmor. Si e parashikon sezoni këtë vit? Në këtë vit e shikojnë diçka më mirë se sa çdo vit. Por që me nostalgji vim këtej se u rritëm këtu. Edhe do them dhe një fjalë të vjetër që e qonim për vete dhe për bagtit që binim atëhere, me nostalgji e kujtojnë, e qojmë si për kavë. Për kava është Valenca që thoni, tani kush është faj që u bë kështu? Jemi pikërisht ne që morëm zhavarin atje në shkumin nga rreth dhe vjen këtu tek ne. Ne që prem pyjet, kodra prallë, kjo këtu xhungël, ku iku. Dhe kjo për ne brezin ton kujtojnë në nostalgji. Po kur shikon gjithë këto shqiptarë dhe të huaj që vinë këtu, krenohemi në Divjakësit, krenohemi që kemi këtë me fatmaf dhe presim diçka nga ato që kanë më shumë para. Shteti kthej një arsye që këtu është megjithmonë një perë që bëhet dhe bëhet.
sepse edhe infrastruktura e turizmit besoj se është mirë, sidomos në Karavasta, Muqias, andaj pjesa andej besoj se është shumë mirë për vizitorët. Keni shtuar kapacitetet për turistët? Po, janë të gjitha kushtet për turistët si jetë. Si e parashikon sezoni turistik këtë verë Divjaka? Mirë dita Anila dhe mirë se ardhe në parkun kombëtar Vqeshta Divjak. Kemi bërë përgatitjet maksimale, kemi filluar nga bregu i Rarës, të cilën e kemi filluar ta pastrojmë, do të shtojmë pastrimet më shumë, pastaj kemi ja dhënë lejet për katse, për bizneset që të ushtrojnë aktivitet në atë pjesë rare, e kemi zgjeruar pak aktivitetin, kemi mirëmbajtur që të kemi energji elektrike 24 orë ndriçim dhe ujë të pishëm të janë qysh vjet, dhe gjithashtu do të mundajmë rrugën për shkuar atje. Do të sistemojmë parkimet dhe do të mundohemi ta lokalizojmë pak më shumë, se vija bregdetare bashkisht tonë është shumë e qarë, por ne nuk mundemi do të pastrojmë gjithat vijë bregdetare. Do ta kufizojmë pak. Shërbimi për pastrimet do të jetë më i kulturuar në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit. Do të kemi një makinë ekologjike shtesë, e cila do të ndihmojë bashkinë në heqjen e mbeturinave më shpesh. Gjithashtu bashkia do të shtojë numrin e koshave dhe punonjësve që do të mirëmbajnë ato. Sa parashikohet numri i vizitorëve? Ishte shumë dhe do të jetë shumë këtë vit. Pra, e them shkurt është që ndikimi i vitit kaluar, pra përmirësimi i ndjeshëm që ne bëm vitin e kaluar, energji elektrike, ujë të pishëm, shërbimi i pastër, bregdeti i shkëlqyer dhe gjithashtu heqja e tarifës zero, 1 lek, sa kishte më herët, ka ndikim të jashtëzakonshëm. Dhe presim të paktën 2 vishim të numrit turistëve. Kjo e ka treguar, tarifa për të ecur ishte për të hyrë në plazh ishte një tarifë e kaluar. Nuk e di si ishte ajo, po e kam hequr, e kam nxjerruar. Gjithashtu jam munduar të ndihmoj bizneset, ka qenë sa taksa shtesë, jam munduar t'i ul ato në mënyrë që shërbimi, çmimet dhe shërbimi të jetë i ndjeshëm më i mirë, shumë më i mirë. Divjaka vizitohet për pyllin e saj apo për detin e saj? Divjaka vizitohet për Vqeshtën, për pyllin fantastik, për lagunën e jashtëzakonshme. Të dyja këto janë veçanta në gjithë mes dheun, pa tjetër dhe për bregdetin, rajën e dikushme të jashtëzakonshme që po rikthehet, me jodin më të mirë bregdet. Të gjitha këto do të shikoni, ky vit do të jetë i përmirësuar dhe ndjeshëm do të ngrihet çdo vit. Po numri bizneseve që do të operojnë apo hotelerisë? 10 kishim 10, këtë vit do të kemi 15. Kjo do të thotë dhe interesi i biznesit është ndjeshëm, ngritje. Sa do zgjat sezoni turistik? Sa muaj? Sezoni jonë përsëri ngelet sezonal, shpresojmë që nga 2 muaj të shkojë 3 këtë vit. Faleminderit. Mirë se vini në zemrën e natyrës shqiptare. Këtë sezon turistik e parashikojmë me shumë ngarkesë, sidomos dhe pjesa e vendasve ka filluar të frekuentojë Divjakun goxha, po ashtu kemi edhe i bum të madhe nga të huaj nga shtetet të ndryshme. Do të jenë të njëjta qyri, keni rritur kapacitetet hotelerisë? Atëherë, vendet si nga kapaciteti e restoranteve dhe nga kapaciteti i hotelerisë janë në rritje çdo vit. Ne mundohemi tek pjesa e çmimeve të rrim në të njëjtin standard ose edhe pak me ulje edhe jo me ngritje. Që përfshin të gjitha dimensionet.